pejgamberi sa ka pas dëshirë që do njërin me e thirr në bazë të emrit që ai e don, edhe ti i pëlqen. Me thirr këtë emër. Për shembull tek arabët është edhe e njohur mu thirr njërin në bazë të djalit vet. Baba i filonit për shembull, Ebu Abdurrahman, baba i Abdurrahmanit, Ebu Abdullah, baba i Abdullahut. Ka qef, ani thirrë që shtonë. I pëlqen kjo. I pëlqen me thirr për shembull me emën caktuar që është emër i mirë, nuk është tallje, nuk është hajgare me to. Por është emër që i pëlqen atij me thirr, apo mirë është me thirr me çdo që ka dëshirë me thirr. Veçanërisht tash të ndrozë kur ka të bëjë edhe me profesione, për shembull, njëri ka kryer shkollë, ka arrit, edhe për shembull u bë doktor. Mirë me thirr doktor filan, për shembull, ja parapri pa ka thënë. Jo direkt në emër, shokët e afër po tash aty, nëse pas aspekti zyrtar se shoqënia mes veti thirrën lirshëm, ama mendoj që të tjerë për respekt me thirrën emër të titullit apo. Për shembull ka hoxhallar, tash me thirr filan me emër, nuk ka respekt ja. Thirr hoxh filan, mulla filan, është edukat kjo atë, me thirrë. Ka ndonjëherë për shembull thirr, ai sot diçka që ta hek në grad, punë e madhe ai, njëri thirr që s'don apo më. Edhe është emër që hiq ashtu. Po nga edukata, nga respekti është me thirr një në bazë një titulli që e ka për shkak se është respekt, dhe është një farë, domethënë, plotësimi që njeri ka qef mu thirr të. Po them jo që i hoxha ka qef mu thirr emër të hoxhës, ose si hoxh për shkak se mu dallu, por po flas në kuptim të përgjithshëm që tregon respekt njëri kur dikon ja thirr në bazë të titullit apo.